Tenjart Leka, një nga shahistët me të spikatur të Shkodrës dhe Shqipërisë, për një mik i ngushtë dhe një bashkëpunëtor me Bari Astanin që është ndarë nga jeta dhe po respektohet nga komuniteti shkodranë dhe me gjërë. Fatkeqësisht Baria u nda nga jeta, një moshë pa thëmë paksi, po të parakoshme. Njofsinë e Barinë e kam qyrë në bankët e Shkodrës, amitësi 55 vjeqare. Baria ka kënë gjithmonë njëri i mirë, njëri i drejtë, njëri i punës, një punëtor jashtëzakonshëm, ka bërë gjithë ata sportive ato që. Miqësinë me Barinë e kam shumë të hershme, qysh në bankët e Shkodrës, miqësi 55 vjeqare. Barinë e njoh gjithmonë si njëri i drejtë, njëri i mirë, gjithmonë i qeshun, po ka kënë një punëtor shumë i madh. Ka bërë gjithë ata terrene sportive ku ka kënë mësues edukimit fizik. Masanej u bërë dhe drejtues i sportin në Shkodër, edhe në saj ti biles Spartakiada e 4 noshte kombëtare në Vazgabaj, u fitu nga ekipi i Shkodrës, në atë kohë ishte kryetar i sportit në Shkodër. Barinë e njoh tepër mirë sepse Baria sa që vini për Amerikën takoshëm me te, po duke ecë rrugës me te, shumë njerëz e takoshëm, unë alonte me gjithë. Ka kënë gjithmonë i mirë, gjithmonë i drejtë, po gjithmonë ishte nisë me sensin pozitiv, vetëm e bërë të mira për gjithë njerëzit. Baria, që të thëmë për Barinë, që të thëmë janë fjalë të pakta, sepse Baria ishte gjithmonë njëri pozitiv, njëri i qeshun, njëri që i bënte shumë për shoqërinë edhe për gjithë kënë. E kjo ofti përjeqën kujtimi i ti, unë e kujtoj vazhdimisht, mu mungën shumë, faktikisht, sepse unë kam pas shumë afërsi me Bari Astanin. Benart, ju e thatë me heret në kohën kur drejton të Bari Astani, por edhe kolegët e ti të me parshëm, sporti shkodran ka qenë në kulmin e ti, ka fituar shumë trofe, Spartakiada kombëtare e tjerë. Në të momente bile kur fitoj Spartakiadën, gjitha sportet e Shkodrës po lullëzoshin. Të gjitha sportet, nuk po thëmë gjitha, por shumica ishin u fitoshin nga ekipet e Shkodrës, atletika, po thuaj se gjitha sportet, sepse Baria ishte shumë punëtor, një modë gjithëkën, i gatshëm për gjithçka. Nuk di që të them më shumë me Barinë, po gjithsesi janë fjalë të pakta kjo që them. Ata që e kanë njoft, e kanë vlerësuar jashtëzakonisht Bari Astanin. I mungon sportit, i mungon Shkodrës. Ngushtime për humjen e mikut tuaj. Faleminderit.